Paraditja e së hentës në shkollën nëntëvjeçare Pashkovasa në Shkodër ka qenë festive. Kjo shkollë ka promovuar klasat model sa i përket ambientit. Në fakt që në mjediset e jashtme të kësaj shkolle gjithçka ka ndryshuar, duke filluar me gjelbërimin, sistemimin e lulishteve dhe pastërtinë. Këto përmirësime janë bërë me qëllim që të krijohet një hapësirë sa më e preferuar për nxënësit dhe mësuesit si dhe një mjedis edukues. Si një familje madhe kemi vendosur që të festojmë arritjet tona të këtij viti bashkë me prindrit dhe me komunitetin. Kemi dy projekte për të prezantuar. Projektin në arsimin fillor është ushqime tradicionale dhe projektin në arsimin e mesëm të ulët janë klasat rekreative dhe ambientet e gjelbërta. Me klasë rekreative ne kuptojmë klasa jashtë kufive të zakonshëm që jemi mësuar pa klasat, por klasa të hapura që krijojnë kreativitet, japin frymëzim për nxënësit. Kena zgjedhur mi bë për që fëmijët me pas një hapësirë me ajër të pastër jashtë, siç është edhe trashëgimia e Shkodrës, pusi dhe biçikleta. Aty edhe shumë ushqime tjera, edhe klasën besoj që e keni pa në katin e dytë, ku fëmijët mundën me bën një orë ndryshe me PowerPoint, edhe me pas një hapësirë më të bukur për me zhvilluar në mësimit, kur ata ndihen të mërzitur. Sot është dita ndërkombëtare e familjes dhe kemi bërë ushqime tradicionale, si për shembull japraku, byreku dhe petullat. Gjatë këtij aktiviteti të shoqëruar edhe me një panajër prodhimesh të realizuara nga vetë nxënësit u interpretuan pjesë artistike, krahas paraqitjes së detajuar të dy projekteve që janë zbatuar në këtë shkollë për hapësirat e gjelbërta dhe zhvillimin e tyre të vazhdueshëm. Kështu përpjekja e nxënësve dhe mësuesve të kësaj shkolle që arsimi të ndërtohet me dashuri dhe vizion duket se ka hyrë në rrugën e duhur.